E di pse nuk janë gjithë në shesh, pse njerëzit nuk qohen nga kafja për të protestuar. Ndoshta nuk mblidhen sepse nuk ka qartësi të plotë se për çfarë po protestohet. Shikoj pak të video. Lutem ule pankartën. Ule pankartën. Çuni, të lutem, ule pankartën. Një protestues i kërkon një protestuesi tjetër të ul pankartën e tij. Pse? Sepse kauza e tij nuk është njëjtë me kauzën e tjetrit. Në atë shesh, në fakt, ka më shumë se sa një kauzë dhe nuk ka një kauzë që i bashkon të gjithë. Jemi bërë pak si ajo dasma shqiptare ku secili porosit këngën e vet dhe në fund ankohen pse nuk po kërcejmë gjithë bashkë. Me kohë tashmë ka humbur besimi tek politika, por tragjedia më e madhe është sepse kemi humbur besimin tek njëri tjetri. E sheh kudo. Ky është i shitur, ky gënjen, ky është i Rams, ky është i Berishës, ky është pro-serb. Ky nuk e ka shikimin e mirë. Askush nuk i beson askujt. Prandaj secili vjen protest me hallin e vet, me pankartën e vet, me zemërimin e vet. Qëndrojmë në të njëjtin shesh, por nuk jemi domosdoshmërisht bashkë. Bibla thotë secilit mos kërkoj interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Ndoshta ndryshimi fillon kur shqetësohemi jo vetëm për hallin ton, por edhe për hallin e përbashkët. Ti çfarë mendon? A na mungon një kauzë që na bashkon apo thjesht e kemi të vështirë të besojmë njëri tjetrit? Më shkruaj më poshtë, Zoti bekoft.